Stacioni i autobusëve i vendosur pikërisht në hyrje të shkollës së mesme të Olët Emin Durako po shkakton vështirësi në qarkullimin rrugor dhe po konsiderohet rrezik për nxënësit. Çdo ditë, sidomos në oraret e fillimit dhe përfundimit të mësimit, zonat përreth shkollës mbushet me autobus, vetura dhe këmsor. Drejtori i kësaj shkolle, Visar Osmani, thotë se së fundmi është larguar linja për Podujev, po kjo sipas tij nuk mjafton. Është largu linjat për Podujev, por kanë mbet linjat lokale dhe regionale të Prishtinës. Ne kemi kërku dhe nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që të vendoset stacioni aty ku ka qenë. Ne kemi kërku që stacioni zhvendoset ku ka qenë vitet para luftës në 200-300 metra ma poshtë, në mënyrë që mos të pengohet hyrja fizike e nxënësve, e prindërve, e stafit në shkollë. Përveç drejtuesve të shkollës, shqetësime shprehin edhe mësimdhënësit, të cilët përballen çdo ditë me këtë situatë. Në momentin që dalin jashtë rrethojave të shkollës, e shohim që është një pasiguri tek fëmijët, nga veturat, nga personat ndryshëm, sepse e dim që është edhe stacioni autobusave këtu afër, edhe ka dyndje të madhe njerëzve, mandej ka edhe grup mosha dhe gjenerata ndryshme ku atakohen ato. Edhe prindrit kërkojnë zgjidhje urgjente, duke thënë se siguria e fëmijëve duhet të jetë prioritet. Për shembull, këtë pjesën këtu ka problem me trafikun. Jo është stacioni i autobusave, shpesh herë bëhet gushve madhe dhe kanë mundësi që fëmijët edhe mungus ndërmjet veti mund shty, edhe këto janë probleme. Nga ana tjetër, komuna thotë se në atë zonë është larguar stacioni për Podujev, që sipas tyre e ka lehtësuar qarkullimin, por për momentin nuk ka zgjidhje tjetër. Do të largohet stacioni, do të vendoset në një hapësirë tjetër, po në atë rrugë, po mendoj, në rrugën Ilir Konushevci, në atë rrugë do të vendoset, po do të vendoset në shkolla se jemi të vetëdijshëm që kjo paraqet problem. Deri në gjetjen e një zgjidhje përfundimtare, prindrit dhe stafi i shkollës kërkojnë masa të përkohshme, në mënyrë që hyrja e nxënësve në shkollë të jetë më e sigurt.